këtu në Qendrën e Kulturës Hasan Prishtina në Skënderaj. Në këtë ditë të madhe të kombëton, juve dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë, urime dita e flamurit, urime dita e pavarësisë së Shqipërisë, urime ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari, urime dalja e parë publike e UÇK-s. Këtë mbrëmje të veçantë do ta nisim në mënyrë të veçantë. Zonja Anila Kapani do të këndojë për ne himnin kombëtar. Ju lutem përqësi të ngrihni në këmbë dhe të këndojmë gjithë së bashku himnin kombëtar. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, një qëllim, të gjitha atje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur tradhëtor, kush është dura nuk friksohet, por vdesi një dëshmor. Lavdin gjithë heronjve të kombit që nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu e deri të Ismail Qemali, që nga Adem Jashari e deri gjithë dëshmorët e UÇK-s. Nderim dhe respekt për familjarët e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët e luftës. Faleminderit shumë zonja Kaplani, motra ju nga Fieri. Faleminderit shumë.